Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni dhimbje mbrapa koke, ja çfarë tregon kjo për shëndetin dhe kur duhet të shkoni tek mjeku. Dhimbja në pjesën e pasme të kokës shpërthen si pasojë e tensionit, stresit ose lodhjes. Megjithatë, ajo shpesh mundet që të shfaqet si rezultat i hernies diskale ose ndonjë lëndimi të mundshëm në pjesën e sipërme të qafës. Simptomat e dhimbjes së kokës. Dhimbja në pjesën e pasme të kokës mundet që të shoqërohet me disa simptoma, ndaj të cilave ne duhet të jemi të vëmendshëm. Dhimbje therse në krahun e majt ose të djathtë të qafës. Dhimbje e cila intensifikohet të gjithashtu pas çdo lëvizje të kokës dhe pamundësi në lëvizjen e qafës. Sipas të dhënave, kur koka dhëm si pasojë e luhatjeve të tensionit, dhimbja ka tendencën që të qarkullojë në zona të ndryshme. Kompresat ose dushi i ngrohtë ndihmojnë kundër dhimbjes, bashkë me mbajtjen nën kontroll të stresit. Dhe kur muskujt, ligamentet, tendina dhe nervat e qafës lëndohen, dhimbja është pa evitueshme. Për shembull, nëse ju keni qëndruar në një pozicion të gabuar për një kohë shumë të gjatë, zona mbrapa kokës do t'ju dhëmë shumë. Gjithashtu, duhet të dini se stërmundimi i muskujve nga ana tjetër i bën ato më të dobët dhe nxisin në dhimbjen mbrapa kokës. Si të përballoni më lehtë dhimbjen mbrapa kokës? Ndryshoni mënyrën e qëndrimit. Nëse mënyra se si qëndroni është problematike, siguroni ta ndryshoni atë. Në rast se punoni përpara kompjuterit, siguroni që ekrani të jetë i ngritur dhe që qafa të mos qëndrojë e ulur. Aktiviteti fizik është shumë i mirë për të forcuar muskujt dhe përmirësuar qëndrimin. Vendosni një kompres të ngrohtë pas koke dhe mbajini për 20 minuta për të ulur dhimbjen dhe zbutur inflamacionin. Ne ju këshillojmë se është shumë e rëndësishme që ju të konsultoheni me një mjek në rastet kur dhimbja juaj përkeqësohet me kalimin e kohës, keni vështirësi në lëvizjen e krahut dhe gjithashtu ndjeni dobësi muskulare, vëreni një rënje të shpejtë në peshë dhe keni vështirësi në ecje. Në shumë raste, dhimbjet e kokës rrëfejnë mesazhe të fshehura të organizmit. Ato munden dhe të paralajmërojnë edhe praninë e ndonjë sëmundje akoma dhe më serioze, thonë ekspertët. Mjekët shpjegojnë se dhimbja e kokës mundet të jetë edhe simptom e një çrregullimi organik, por edhe shenjë e një problemi më të komplikuar. Dy llojet e dhimbjeve të kokës. Ekspertët shpjegojnë se njerëzit mund të vuajnë nga një ose dy lloje të dhimbjeve të kokës. Bëhet fjalë gjithashtu edhe për dhimbjet si pasojë e tensionit në të dyja rastet, i ulët apo i lartë, dhe ose si ato që janë pasojë e ëndjes së enëve të gjakut përreth kokës. Ndonjëherë këto dhimbje tregojnë se një aspekt i përditshmërisë tuaj po shkakton stres ose lëndim të organizmit. Ushqyerja e pamjaftueshme, dehidratimi, pozicionimi i keq i trupit dhe lodhja e syve tuaj janë disa prej shkaktarëve të dhimbjeve të kokës. Ekspertët gjithashtu thonë se nëse njeriu përballet me dhimbje të shpeshta të kokës, duhet të frenohet nga dëshira për të marrë ilaç dhe të hetojë arsyet e dhimbjeve. Studentët, për shembull, përballen shpesh me dhimbje të vazhdueshme të kokës sepse nuk janë të rregullt me ushqimin. Migrena është një dhimbje e ndryshme. Dhimbjet e migrenës nga ana tjetër ndryshojnë nga dhimbja e zakonshme e kokës. Njerëzit të cilët vuajnë nga migrena shprehen se kanë një çekan në kokë e cila godet në mënyrë të përsëritur. Dhimbjet e migrenës zakonisht janë në një anë të kokës dhe gjithashtu ato shoqërohen me të përzira. Si të dalloni në qoftë se vuani nga migrena? Shenjat paralajmëruese të migrenës janë të shumta dhe zakonisht ato përfshijnë turbullim të shikimit, vështirësi në artikulim, aromë të paqen portokallesh, konfuzion, të përzira dhe mungesë oreksi, ndjeshmëri e lartë ndaj dritës dhe njëkohësisht ndaj zhurmave.
Nxitësit e dhimbjeve të migrenës nga ana tjetër ndryshojnë në varësi të individit, por më të përhapurat janë ushqime të caktuara, aroma të forta, depresioni, ankthi dhe gjithashtu probleme me humorin, shmangja e marrjes së ilaçeve në kohë, niveli i ulët i sheqerit në gjak dhe ndryshimet e papritura të motit. Nga ana tjetër, janë edhe dritat e forta, ndryshimet hormonale. Në qoftë se ju po përjetoni 3 ose 4 dhimbje koke në javë, duhet që të merrni doza ilaçesh kundër dhimbjes dhe duhet që të shkoni tek mjeku sa më parë. Dhimbja e kokës nga migrena mundet që të shkaktojë një ndjesi pulsimi në një zonë të caktuar të kokës me dhimbje të tmerrshme dhe të bezdishme, e cila zgjat për disa orë në ditë. Njerëzit të cilët vuajnë nga kjo gjendje kanë provuar mënyra të ndryshme për të hequr qafe simptomat dhe dhimbjet. Kripa e detit himalajan dhe gjithashtu lëngu i limonit janë një zgjidhje e shpejtë dhe tërësisht natyrale për dhimbjet e kokës dhe migrenës. Kripa e detit himalajane rrit nivelet e serotoninës në gjak, ndërsa lëngu i limonit është një burim energjie kaliumit, që të dyja ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës nga migrena. Dhimbja e kokës gjithashtu nga migrena mundet që të jetë gjymtyese në atë masa të dëshironi që të gjeni një vend të errët dhe të qetë për të ushtrirë dhe pushuar, të përzjera, të villa, nervozizëm, aura, ndjeshmëri ekstreme ndaj dritës dhe zëri gjithashtu. Nëse vuani nga sulmet e migrenës, mos kërkoni më larg se kuzhina, pasi janë të dy përbërësit krejtësisht të thjeshtë që do t'ju vinë juve në ndihmë. Ilaçi shtëpiak i lëngut të limonit dhe i kripës së detit himalajane nuk ka asnjë efekt anësor në krahasim me ilaçet tradicionale dhe gjithashtu konvencionale. Në këtë video ne do t'ju mësojmë se si ta përgatisni këtë recetë mjaft të thjeshtë. Në një gotë ju duhet që të shtrydhni lëngun e një limoni dhe aty më pas shtoni 2 lugë çaj krip deti himalajane. Shtoni dhe 1 filxhan ujë, përzieni mirë dhe kështu ju do të konsumoni këtë pije magjike. Ju do të çliroheni më pas nga dhimbja e migrenës brenda pak minutash. Mirë, po përse krip deti himalajane? Është kripa më e pastër dhe më e plotë në botë dhe është e disponueshme pas një toksinë dhe ndotës. Këto janë disa nga përfitimet e saj. Rrit nivelin e serotoninës në gjak, kështu që ka një efekt të menjëhershëm në lehtësimin e dhimbjeve të kokës nga migrena. Është gjithashtu një përbërës i mahniqëm dhe është i njohur për trajtimin e shumë sëmundjeve. Dihet se përmban deri në 84 minerale, element dhe elektrolite. Redukton gërçet e muskujve dhe përmirëson hidratimin duke siguruar gjurmë minerale. Rrit gjithashtu edhe nivelin tuaj të energjisë. Përbëhet nga të njëjtët përbërës si kripa e tryezës, por ka më pak natrium për porcion sesa kripa e rafinuar. Ruan gjithashtu ekuilibrin normal të pH-it dhe redukton refluksin e acidit, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ul gjithashtu toksinat nga trupi, promovon edhe forcën e kockave si edhe shëndetin e sinuseve. Mirë, po përse duhet të përdorni lëng limoni? Dihet se zvogëlon lodhjen, ankthin dhe tensionin, që mund të jenë faktor kontribues për një dhimbje koke migrene. Ato janë të mbushura me mineralin e kaliumit, mungesa e të cilit dihet se shkakton migrenë dhe njëkohësisht të dhimbje koke. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.